Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë të emisionit, në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithata që na bashkojnë në këtë moment, e gjithashtu mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme e hënë 29 dhjetor 2025 telefonata. Përshëndetje, mirëmëngjes. Me një nën në krye, uron mbar kombin shqiptar në Shqipëri dhe diaspor për shumë vjet gëzuar vitin e ri 2026, qoftë një vit i mbar për kombin shqiptar, plot paqe, plot shëndet, plot begati dhe plot lumturi. Gëzuar shëndet, suksese dhe gjithë të mirat, bashkësi dhe lumturi të kemi si komb. Gëzuar dhe juve, gëzuar gjithë shqiptarët, faleminderit për telefonatën dhe për urimin. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, në matja mirë të qoftë. Përshëndetje, zotri. Herë, të rej gjithë një aty si përsan. Faleminderit. Masa mena sa duhet të urej shqiptarët e Kosovës, po në kryet më të parë të punës, e të ure në Albin Kurti dhe faqen e barë, gjithë ata që votuan për Albin Kurtin, shqiptarë Kosovës. Dhe zdyti, dhe që i urej turbin e turbit, kryet turbit Shqipërisë, dhe turbin dhe ata faqezi që muajnë kryet turbin e Shqipërisë e diramen gjithë shqiptarët e Shqipërisë. Edhe ty këtyne dhe të urej turbin më gjithë faqen e zezë dhe të është dalim tim. A thu dhe tjetë në i ditë e barë për Shqipërinë. A shtifet gjithë kumë në përbuat dhe Evropë. Është në prerlije me zotrin, ne falenderojmë për telefonatën, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zonjë. Urime për emisionin. Faleminderit. Marrim nga Lashi, ju përshëndesim, gëzuar dhe fund vit i mbar dhe 2026 edhe më e mbar për ne. Gëzuar, mbarësi dhe juve. Mbarësi. Gëzuar, shëndet dhe jetë. Faleminderit. Gjithë mirë edhe ju zonjë, përshëndes. Presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje Klevi, të uroj një javë të mbar dhe gëzuar vitin e... Faleminderit, të gjithë që kanë mjaltë sot, mjaltë. Për gjithë shqiptarët dhe jo shqipfolqit. U bën zgjedhjet në Kosovë, a doli rezultati? Doli, 29.3% vendvendosja. Si ka mundësi më burrë dhe jot, ata dolen nga lufta e drejtjet birë, tak, rezultati para prak për 2 orë. Po vështirësit bëjnë më të fortë, o zotri. Po që e rehat... Ne duam të shkojmë në Europë, më burrë dhe jot, pa. Marrëveshja 2008-ës mban peng këtë vend, ta kam thënë më zotri. Pavarësisht se këta specialistët e pavarur që janë të varur kokë e këmbë, nga kjo klasë politike banditeske 35 vjeçar, nuk e pranojnë. Më kupton? Përjashto Indin, Amerikën dhe ndonjë shtet tjetër, me fjalë tre janë, me fjalë që bëhet numërimi me javë. Më kupton, një vend i vogël, temi as sa Maqedonia më burrë dhe. Është tur për faqezes. Më kupton, mbretin në Austri tek pull hypën në për tramvaj ashtu, ndërsa agallajat tanë në mes të Tiranës, motor policie, vetur policie, benz të blinduar, 2-3 foristrada, mërzot. Sa do në mbaj kurrizë më akoma? O vlor, o popull, ndërgjegjso. Uj, 35 vjet, dolëm nga diktatura. Është skandal, është tur për faqezes. Ky shtet është dorëzuar te krimi, te grupet e organizuara kriminale. Të kuptova, zotri. Të uroj gjithë të mirat, shëndet, lumturi. Gjithë të mirat dhe juve, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje, urime për emisionin dhe gëzuar këtë vitin e ri shqiptarët, kudo që janë botë dhe gjithë bota mbar, dhe inshallah një vit i mbar për gjithë botën, më pak luftë, po të ketë më shumë paqe. Faleminderit dhe i bashkojmë urimin tuaj. Desha të flas në lidhje me problemin e përditshëm që kanë qytetarët. Më vjen keq për qytetin e Vlorës se u bë 4 ditë pa ujë, nuk e di, një qeveri e pa përgjegjshme, di çdo thotë që të rish pa ujë, pa bukë mund të rish, po pa ujë nuk rrihet. Po them
sinqerisht me fjalë, është një turp i madh, është një, nuk e di, një maskaralliko madh, ose mund të themi pa frikë fare që është një provokim që i bëhet atij populli. Nuk është e mira fare ku janë institucionet këtu tash. Të plasje tubi të rinë 4 ditë pa ujë, tash ne jemi vetë njerëz, jemi familjarë, diç do thotë, sikur 2 orë të rish pa ujë është problem shtëpia familjare. Tash të rinë gjithë ai qytet pa ujë është turpi më i madh, nuk e di tash se çka kërkon kjo qeveri të bëjë këtu tash. Ne shohim skandalet që ka bërë kjo qeveri. Uroj mos jetë vërtet, se janë miliona, miliarda euro friten nëpër televizione, më kupton drejt. Unë them se ku punon. Vjen keq që ta them, po urimi juaj duket se në këtë rast nuk shkon me shëndur. Por jo këto gafa që po bojnë këtu. Po të them edhe këtë tjetrën. Kemi deputetët tonë që nuk i njeh elektorati fare. Nuk kanë kontributë fare partitë e tyre. Kush i emëron këto? I emëron Vučići, i emëron Beogradi me Athinën. Duhet kemi kujdes për këtë punë. Nuk e di se ku po rishket Shqipëria. Lesi është vërtet ky kryeministër për Europën. Ore këta nuk e duan Europën. Ku do shkojmë në Europë këto gafa që kemi bë? Çina do në Europë më. E kuptova zotëri. Faleminderit për telefonatën. Presim një tjetër telefonat në studio. Alo? Mirëmëngjesi zonjë. Alo? Alo, përshëndetje me zonjë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ulja zërin televizorit dhe vazhdo. Na thuaj. Po, jo ullë, më falë se jo ullë. Faleminderit, urdhë zonjë. Për njojmë të të lonë balën, nga të të në nga thotë që rritën pensionët 18.000 lekë muaj. Pse s'logëritët e 6.000 lekë muaj që logëritët e 18.000 lekë muaj? Të kuptoj, po. A the që e ulla zërin A televizorit? kom më mbëlliti në shpi 25 vjetë me 50.000 lekë vjetëra. E sa që di rritë të ti, që di rrisë këti. Kuptoj, zonjë. Ti vitë tur me gjithë të vjerë që ka bo, e në që ka prit bo që nuk arrestohet kështë. Që pret mo, i ka kalu tepër. E lutëm ati avokatit poplit, sa thot për vendin jo ka shtel ligji. Avokati poplit, se plëtsoj poplit më minimumi një tik më shikoj shtelin e vëllijë, se vëllijë e mëriton burgun. Kuptoj. Ti plëtsoj poplit minimumi një tik në me, më shkoj më sramës. E qartë zonjë, faleminderit për telefonatën, të përshëndes. Vjen keq për realitetin tuaj. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesit, lutem uli zërin televizorit, na dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit. Okej, mirupafshim. Presim dikë tjetër. Mirëmëngjesi. Po, përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Tani, si që tha dhe para polës, Po? në fund këti viti u bën zgjedhjet në Kosovë. Rezultati nuk ka dalë, por duhet të them që Ka rezultat para prak. ne ndajmë ata sikur nuk jemi dy vëllezër siamez, dy bijë të një nene, të një familje, por sikur jemi Korea e Veriut me Korenë e Jugut. Sepse atje Numrimi është mbyllur, ja siç është edhe na fleshi tani në të djathtë të ekranit, është mbyllur numrimi në Kosovë. atje kandidojnë Nipri dhe Ibrahim Rugova. Adem Jasharit këtu marrë qeveria akoma Nipin e Spiro Kolegës dhe Besin e Bekir Ballukut. Rama, për mendimin tim, që premtoi shëndetësi falës, ka provu vdekje falës. Unë e falenderoj kolegun tuaj, të nderuarin Osman Stafa, që të ishte gazetari i vitit, për zbulimet që bëri tek onkologjiku, që Rama tha muli kokën. Jo kokën, po fletyrën. Mjekra i ka ngellë Ramës. As floku, as koka. Ja ka marrë Balluku, që ka lënë dorë 4 ditë pa ujë. Një qytet i bekuar, një qytet i flamurit. Që është Vlora, që është qershia mbitor, që është i veshka me Zjamit, që largët me 2 dete. Të rrinë në shekullin e 21, pa ujë,
Kjo është Balluku. Kjo është se ka 30 vjetë, afërsisht 197 që atje fiton vetëm me majta. Se krejtë në armët në festadën për Berishën. Duam para tona. Sot nuk duam para, jo. Duam ujtën. Tu ka arritur Qeveria Ramës dhe Ballukut. Paraj për 2026 i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që të mos e marrin dorën ke Facebooku, por shporin Rama dhe Balluku. Shporin një herë të gjitha. Atë që bëjnë, për shohin në Balkan. Balkani nuk o fuqi barudi për zjerë tjera që bëjnë. Po shikojmë Serbinë, Kosovë, Bullgari. Çfarë presin shqiptarët për 2026? Ju falenderoj, ju uroj gëzuar dhe kalofshi. Gëzuar dhe ju zotëri, gjithë mirat, javë të mbarë në vijim, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjesi. Mëngjes. Përshëndetje zotëri. Aman, gëzuar e festën në vizitëri. Gëzuar dhe ju. Shëndoshë mirë familjerisht. Gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit. Aman gjithë gjezët të të hilë në deri nga goja, marë po si ndorin një fjallë të mirë marë buri dhe ose. Po nuk jemi a qkeqë marë buri dhe ose sa e bëjnë këta marë. Po këta du në saliun, nuk kanë halë dhe ekonomisë. Këta du në saliun. Këta du në saliun më zëtëri, nuk kanë halë dhe ekonomisë. Ta vetëm të jetë saliu aty, dhe jem regull këta. Po e saliu nuk vjen më zëtëri, ta flejnë me në shqiptarë. Ato i tharë të saliu. Nuk vjen saliu, nuk e lojnë saliu të vjen kështet. Pse? Ka vra njerës, ka vjen, ka grabit, na ka shkalltru pronat. Ure kam dëgjuar në YouTube, 38 ka vinde penale për Sali Berishin. Një kanë ngritë slokët për pjesë, për Sali Rumpallat. Po mirë, sot nuk kërkoj gjë njëri rikthimin e Berishës. A i kohë gjënë Markagjoni të fletë kundër Ramës. Mërë Rama dhe ka 100 gabime, po pak nuk ka vra njërës. Nuk ka vra njërës, po kjo ka vra njërës, po kjo ka fund tokë njërës. Sot, për vit në ri, këto njërës nuk festojnë vit në ri, sepse ja ka vu qalmën e zezë shqiptarëve, kjo njëri. 38 kringa ka bo gjatë gjithë jetës ti. Ky ka bo nomi në Shqipëri, Dom Saliur këta. Dom Saliur, sepse i ka mon prorën të udhëshim e ligjin. Dom Saliur sa ka vra, Dom Saliur sa ka vjedh. Për ne Dom Saliur, hajtë bërë pafshim. Mirë të gjofshim, zotri. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes përshëndetje. Mirë mëgjesi. Me mëgjesin e jo, mos lejo njerëzit bëjnë dorinë të bëjnë komente. Qofse kanë halë, le të regojnë halët e tyre, se ne dim vetë problemet tona. Kemi vetë peshën e këty sistemi e kemi në kuriz. Nuk sa njëri se ka vra njëri Ramas. Nuk e kemi thonë kur këtë pur. Po Rama me këto veprime që vëpon të vretet të gjallë. Këto kisha falemderit. Mirë, falemderit zotri për telefonatën. Presim i tjetër telefonat. Mirë mëgjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Po, urdhëro. Ti shpjego që këto, këtë paraforqët të një e kap një herë, 2 herë, brenda ditës linjën. Në rrim nga një muj dhe nuk e kapin do. Që shpjego të kjo? Po nuk e di me zonjë si e bëjnë. E di se ti ke gazetatu që bëjnë lidhje. Për këta i dini vetë. Po pse ti lidhesh me njëri para prakisë me zonjë? Me gjitha të mbyllë tani mos e zgjatë, se të njofi mirën e ty kush je ti. Kush jam unë? Ti e gazetari i Sali Berishës. Hajde. Po si e bëre lidhje? Si e bëre lidhje? Si e bëre lidhjen? Si e bëra unë lidhje, po dhjetë ajo. Ne kemi dhe menë, dhe sy, dhe veshit, gjojnë gjitha gjera të shikojmë. Me gjitha të i uroj gjithë herë parë që e marrë vesh për këpunoj. Po, e di këmirë, si jam unë e para, tu të kanë malku në ekran. Po tani ka plot njërë si ty? Nuk të malkoj se jam nën vetë. Po kjo është qëndron, kjo është e vërteta. Me gjitha të i uroj gjithë popullit shqiptar, gëzuar vitiri, qoftë një vit i mbarë këj që po vjen. Ja, shqyr. E shikon kur do flet mirë. Jo, unë mirë kam folë gjithmonë. Këj vit që po ikën matë dhe Salin dhe Ramën me vete i qëroftë. I rafë në jenë fakt. U qërofshin, ata u qërofshin për popullin shqiptar. Ata u qërofshin. O shoku gazetar. O zotni, fiton Kosova në zhe rezultatin mrena natës. Ne do nga i muj. I mbledhin atje në për pallate kulture. Bëjmë gam e gum. A e kupton tani që nuk din të bëjmë dallimin e?
Ja, si thuti. Ato e bën mëna ditës. Nëse bën do të mëna javës. E mbyllën, ja, tani në orën 7:20 e mbyllën. E pra, e mbyllën. E pra, ne du me muj, nga një mujne. Kujtojt një rast no, votum korrikne dhe rezultatit doli në fund shtatorit, ashtu donë të saliu në fund shtatorit. Me, nuk e di, është të vesh duhet në kokët të ikish me vrap. Kjo klas duhet të shkatërrohet. Të ikin këto, me salira, me ramra, me gjithë. Nuk kuptove? Kuptove, zonjë. Faleminderit për telefonatën. Dhe kujdes me të lidhën në telefon që bën. Kujdes. Në rregull, dakord. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirë, presim dikë tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Zotri ose zonjë, jeni drejt për drejt. Të lutem. Përshëndetje, zotri. E prisja telefonatën. Çfarë durimi ke, i pa me këtë durim që ke ti, të dëgjosh lloj maskaralleqesh, disa gratë pa vlera. Të lutem, mos ofendoj njëri. Gjithkush ka mendimin e tij. Shiko tani, të jesh gazetari Sali Berisha do skrenari o nderuar. Të jesh mbështetës si Sali Berisha o skrenari. Sepse Sali Berisha duam apo s'duam ne, o skrenari e këtij kombi që po lufton për demokraci, për liri, për të drejtat e gjithë secilit, për dinjitetin njerëzor, familjar, politika, çfarë do të thënë. Tani këtu ne nuk bëni. Unë më keq sa fet. Po më mirë një pjesë amar greku, një pjesë serbi, një pjesë italian, edhe këtu do të shuhet se këtu nuk ka gjë stabilitet, edhe nuk ka rregullu ky vend, që në kohën e princ Vidit, që erdhi mendimin austriak me disa se dy dhe tjera. Shikon Kosovë. Tani tërë një jetë, gjithë historisë tonë, rilindasit e parë, them, o përpoqen që të kishim këtë vend që kemi sot, e të soptuar e shtu si jemi, e ti thuat në marrin prapë. Po tani ne nuk duhem të ndërtojmë vetë. Nuk duhem të ndërtojmë vetë, tani shikon Kosovë. Në Kosovë të lënë përshtypjet më të mira. Kosova, me zgjedhjet që për Kosova disa herë, dhe kam thënë herët, Kosova ose nivelin botëror. Në një demokraci tregon 100 vjeçare Kosova. Shiko Kosova? Sepse ku mund qafë këto partitë që kanë rënë ledekene këto. Ishte president Fatir Sejdiu, për mu një politikan mjaft i mirë, mjaft racional. Mirë po, Isa Mustafa, se unë i kam të regjistruar gjithë, Isa Mustafa me djelen Ibrahim Rugovës, ja mori me trapaskenat partitë. Në një kohë, kur ishte president të Republike i Fatir Sejdiu, edhe e sa tani nuk lejohet të dy, edhe kryetar partia dhe president të gjithë njërë që do mbajsh. Do mbajsh presidentën, apo kryetar partisë. Ta unë do heq dorë nga presidentën, do mbajsh kryetar partisë. Edhe me trapaskenat e tij Sa Mustafa, me delen Ibrahim Rugovës, ja mori partinë me pat delen trapaskenat e tij, ja ka përfundu tani. Dhe ke e kam thënë që atëherë ku do përfundojnë. Edhe kam thënë do të jetë force tretë. Edhe ja ku doli, Ledekeja e famshme e doktor Ibrahim Rugovës, e ka të ambisën këtë formë. Shiko së gjithë në Kosovë tani. Shiko, Albin Kurti, nuk jam pasionant i Albin Kurti, sepse është i force majtë, po kësa është i majtë, nëse punon për kombin e vetë, është i lartë. Pavarësisht bindjeve politike. Këtu tani del ai do të ka vrasë Sali Berisha, po çka ka vrasë Sali Berisha? Nuk do të vrasë Sali Berisha, no, i datë. Sali Berisha është krenari e kombit, pikë dhe këtu mbaron historia. Që do ta mbrosh? Gjithë mirë, Adidas. Mirë, faleminderit për telefonatën, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zotri. Duhet të thënë diçka. Po, urdhëro. Duhet më dëgjosh me vëmendje. Po ju dëgjoj me vëmendje. Po flasin për Sali Berishën, kriminal. Sali Berisha antarësoi Shqipërinë në OSBE-ODIHR. Sali Berisha antarësoi Shqipërinë në Këshillin e Evropës. Sali Berisha antarësoi Shqipërinë në NATO. Sali Berisha bëri liberalizimin e vizave. Sali Berisha bëri zgjedhje të ndeshme në 2013.
Po më para? Po gjithë mirë që i ka Shqipërisë, kur ishte në krye Sali Berisha ishte. Qatë mirë e banë të. Vranë 100.000 vetë, 25 vjetë. Kanë bërë miliona vjetë burg politikë. Dhe dalin e flasin, mund këtë gabime Sali Berisha, se nuk bëhat latë, por ama, për kombin shqiptar, nuk e di që atë thëmë. Mund krasot me Skënderbeun, jo me tjetër njeri. Ju lutëm atyre të gjithë dhe që thëmë. Thënë nuk ka bërë vrasje Dirama, po sa vetë janë bërë për drogë, për tendera, për 1.000 zeza që i ka bërë popullit shqiptar. Unë nuk e di se çfarë të. Është e vërtetë që Sali Berisha ka mundësi që të rinovoj Partinë Demokratike. Po jo, ama si kur flasin ta në këtë gjumë. Jure gjithë shqiptarëve mësuar e për shumë vjetë vitin e ri, e gjithë të mirat në çdo familje. Faleminderit për shnes. Në gjeni në mënyrë të jashtëzakonshme këtë emision të paparë në Shqipëri. Faleminderit shumë zotëri. Për shnes, kjo ishte telefonata e fundit, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak do të jemi me zotin Kujtim Hoxha në studio.